në memorien e raportimit tim si gazetar. Detajshëm e kam të evidentum kursin që ka ndjek lëvizja vetëvendosje, që prej se ka dalë me platformë politike e deri më sot. Dhe janë të evidentuara në kalendarin e agjendës saj, këtë aktivitet publike, duke filluar nga kërcënimi publik me protesta ndaj Madeleine Albright, nëse ajo privatizon Telekomin e Kosovës, dhe në tjera zhvillime që vetëvendosjen e kryer me Kurti nuk ka pas fare dilema se ç'kurs duhet të përfaqësoj ai, duke ndërtu trasën shtegun për rrezikun e kolonializimit amerikan me një mënyrë ekonomike e tjera, lloj tregime kështu të habitshme mbase në terren, por e vërteta është sot e vitit 2026 që Kurti në qeveri refuzon gazin e lëngshëm amerikan, këtë projekt strategjik që është kontinuiteti gjithë atij kursi që ndoqi Kurti. A ka fuqinë, pyetje po bëj, dhe mund të jetë hipotetike, vetë Kurti që ta bëj këtë pa mbështetjen e një faktorit jashtë? Këto prapasken tash redun po i referohem në një faktor jashtëm evropian. E qartë, është e qartë. Se marrmi parasysh gjithë liderët, edhe ata më autokrat të mundshëm dhe me që përfaqësojnë një brutalitet azëm edhe në rajon si Dodike këta. Dhe krahasojmë në mbështetjen e kujt mendoni që mund të operoj një politika, një lider i Kosovës me këtë kurs? Tash s'po them të Serbisë, as të Rusisë. Intencën e pyetjes po ta kuptoj absolutisht është shumë e qartë. Do thotë që pyetja është legjitime. Është legjitime, është e drejtë, do thotë që të analizohet, të kuptohet nga e merr këtë fuqi politike refuzuese ndaj një që votohet nga njerëzit e kemi parasysh aty. Si tash ajo që është për interes në rrafshin për mua, në rrafshin social është do thotë imagjinata politike që ushqehet me këto rrëfime. Kjo është dhe çfarë duhet bëhet në mënyrë që të shpërfaqen kontradiktat e kësaj imagjinate politike. Sepse njerëzit ushqehen shpesh do thotë këto miti pasurive në toksore e tjera do thotë krijon një lloj mobilizimi politik, një lloj imagjinate të jashtëzakonshme do thotë në rezistencë ndaj atyre që dëshirojnë të na grabisin, të na marrin për përfitimet e tyre ekonomike, politike dhe ka ndodhur këto, do thotë ne mos harroni edhe luftën kundër Serbisë, do thotë edhe betejën, konfrontimin me Serbinë. Nga kemi filluar, do thotë Trepça po nën Beogradi ndërtohet. Do thotë pasuritë në toksore koxal mos të madhe e pasuritë. Jo, ideja besoj po ma kupton intencën. Ideja është se si shpesh herë do të burimet dhe pasuritë e një vendi mund të shndërrohen në një lloj imagjinate, por në një lloj sentimente ta ushqejnë imagjinatën politike dhe ka ndodhur dhe edhe përkundër faktit që realitetin pastaj në mënyrë brutale do t'i shpërfaq kontradiktat e këtyre thirrjeve. Ne kemi rastin gjithmonë rastin e Iranit. Në vitet 70 kur kanë filluar lëvizjet e majta, thirrja e tyre kryesore ka qenë nafta është e jonja, jo e imperialiste. Por Irani është ndodhur prej që sa kohë ndodhet nën sanksione. Dhe çka ka humbur ekonomia e atij vendi? Do të pasojat i ka psuar vetë ekonomia e Iranit, do të është ideologjia është demokratike. Është ideologjia që ka gjetur satisfaksion, por në aspektin ekonomik gjendja është katastrofë. Do të prandaj në këtë drejtim ndërkohë nëse i shohim vende të tjera rajonale, çfarë dinamike ekonomike kanë e tjera. Tash sfida kryesore që ka vendet rajonale në 100 vitet e fundit shqiptarët e kanë në memorie të ngulitën mirë raportin e partneritetit me rusët, me kinezët, nuk që kem qenë gjithnjë në kursin e dur. Ideja pajtohem plotësisht. Kemi kohën e diktatorit Hoxha. Këtë shqetësimi im është e para se çfarë mobilizimi politik prodhon kjo lloj imagjinate politike. Shpesh mitike, shpesh edhe një ushqen disa narracione që nuk ka bazë në realitet, nuk ka bazë do të ai projeksioni se si ne do thotë tash kjo është funksion çasoj. Ne kemi projektet tona vet, doja dalim me tjera. Mos futemi. Tash a kanë prapaskin? A kanë prapaskin faktor ndërkombëtar? A kanë prapaskin faktor pyetje këto? Faktorë ndërkombëtar të cilat mund ta sforcojnë rezistencën e qeverisë së Kosovës në raport me këto thirrje, unë nuk e përjashtoj këtë skenar sepse në terrenet gjeopolitike që mund të jenë evropian, cili shtet konkret kërkojnë hise në tryezën amerikane të interesave ekonomike. Absolutisht, unë kërkoj këtë nuk e përjashtoj, unë mund nisem vetëm nga një fakt që janë bërë të dukshme këto antagonizma.
Në Kosovë ende nuk ka diçka eksplicite, por i kanë përcjell reagimet shumë të ashpra të Brukselit në raport ndaj autoriteteve në Bosnjë e Hercegovinë që kanë pranuar që një firme amerikane t'ja japin monopolin, nëse mund të thojmë kështu, të drejtën e integrimit të këtij vendi me gazin amerikan që është në stacionin në Kroaci. Pra Bashkimi Evropian ka qenë shumë kritik, ka qenë shumë i ashpër ndaj Bosnjës në raport me këtë. Pse ajo i dha projektin amerikanëve? Pse ajo dha projektin amerikanëve? Pse një firmë amerikane do të mirret me ndërtimin e kësaj infrastrukture? Prandaj duke u nisur nga ky fakt, nuk e përjashtoj mundësinë që edhe në Kosovë të jenë të njëjtat motive dhe të jenë të njëjtat përplasje të interesave. Ti qëndrojmë pranë zotit Kurti që të insistoj për ta refuzuar gazin e lëngshëm amerikan. Absolutisht, nuk e përjashtoj. Në këmbim të noi interesi të këtyre shteteve të forta evropiane që të jenë pjesë e tryezës me amerikanët. Po mbase edhe diskutime që kompani evropiane të merren me ndërtimin, me projekcionin për gazifikimin e Thëngjillit. Mbase edhe kjo ka të bëjë. Unë nuk e di tash, vetëm po spekuloj, mirë po duke marrë si referencë një shtet tjetër që i kanë përcjellë me vëmendje përplasje të jashtëzakonshme, duke reaguar prej zyreve qendrore në Bruxelles deri te përfaqësuesi i BE-s në Bosnjë, ndaj këtij vendimi të autoriteteve të Bosnjës, atëherë mbase ka logjik që të njëjtat përplasje të jenë prezente edhe në Kosovë, e që gjatë ditëve, muajve, dekadave të ardhshme mund të bëhen publike dhe më të qarta. Nëse bëhet shpejt qeveria e re, si do ta shihni nëse ajo ka ndryshuar kurs? Kjo do të jetë tema kryesore. Gazi i lëngshëm amerikan dhe këtu do të shihet njësi mace. Njësi mace dhe këtu do të shihet. Nëse qeveria e re ka prioritet ta arreshtoj Kosovën krah për krah interesave amerikane. Dhe po ashtu subjekte tjera parlamentare sa do të jenë konsistente nëse do të kemi ndonjë koalicion eventual me njërin prej tyre, sa do të jenë konsistente në mbrojtje të kësaj kauze. Kjo do të jetë tema kryesore, besoj që do ta kurzoj dinamikën e zhvillimeve të ardhshme.